Dalin në pa dëshmi të reja që mbështesin në raportin e raportuesit të Këshillit të Europës Dick Marty për trafik organesh në Kosovë dhe Shqipëri. Kështu shkrua në revista prestigjioze britanike The Economist në publikimin e saj të radhës mbi këtë temë. Në një analizë të tij, gazetari Tim Juda deklaron se ka në dorë transkriptin origjinal të dy intervistave me dëshmitar që kanë dieni për tregtinë e organeve, të cilët implikojnë edhe ish policinë sekrete të qeverisë atëhershme të Sali Berishës. Sipas Juda, këto dëshmi janë dhënë nga një burim konfidencial në vitin 2003, të cilat janë përcjellë edhe administratës së Kombeve të Bashkuara. Bëhet fjalë për dëshmitar shqiptar, të cilët rrëfejnë për serb të rëmbyer dhe të vrarë me qëllim për t'u marrë organet. Duke cituar një prej dëshmive, The Economist shkruan se të tilla operacione kishin mbështetjen e policisë sekrete shqiptare të qeverisë atëhershme të Sali Berishës, i cili është ende sot kryeministër i Shqipërisë. Në këto dokumente nuk përmendet emri i kryeministrit aktual të Kosovës Hashim Thaçi, por ato të Ramush Haradinaj dhe vëllait të tij, Daud Haradinaj. Nga një përmbledhje e këtyre dëshmive rezulton se gjatë periudhës qershor-tetor 1999, 100 deri në 300 njerëz, shumica e të cilëve meshkuj serb, janë rrëmbyer për t'u dërguar në Shqipëri. 100 prej tyre janë dërguar në një qendër paraburgimi, nga ku janë hequr organet, të cilat janë transportuar për në aeroportin e Tiranës për t'u udhëtuar më pas drejt Turqisë. Dëshmitarët sipas The Economist janë të gjithë shqiptar, të cilët kanë qenë pjesë e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. 4 prej tyre kanë qenë të përfshirë personalisht në transportimin e 90 serbëve në veri dhe në qendër të Shqipërisë, ndërsa 3 prej tyre thonë se kanë dorëzuar të burgosurit serb në shtëpinë klinik pranë Burrelit, e cila njihet si shtëpia e verdh, dhe kanë ndihmuar vetë në transportimin e organeve. Dokumenti i parë mban datën 30 tetor 2003 dhe ka një aneks me dëshmitë e dërguara nga UNMIK tek Gjykata për Krimet e Luftës në Hag, ndërsa dokumenti i dytë daton në 12 dhjetor 2003 dhe është dërguar nga drejtuesit e UNMIK-ut në Departamentin e Drejtësisë. Por në këto dokumente asnjë prej dëshmitarëve nuk ka parë me sytë e tyre procedurat mjekësore gjatë heqjes së organeve.